Në zemër të shkretëtirës, Haxheria, bashkëshortja e profetit Ibrahim a.s. Tingulli i erës, rëra e nxehtë, një loginë zbrazët, pa ujë, pa pemë, pa shenja jete. Dhe në mes të gjithë kësaj, një grua, një foshnje dhe një besim i pathyeshëm. Ishte një ditë si çdo ditë tjetër në sipërfaqe, por në të vërtetë ishte një nga ditët më të rënda që njeriu mund të imagjinojë. Profeti Ibrahim a.s. mori rrugën drejt një lugine të panjohur, të heshtur dhe të thatë, lugina e Mekës. Me të, bashkëshortja e tij Haxheria dhe foshnja e tyre e vogël, Ismaili. Nuk kishte ujë atje, nuk kishte jetë, vetëm rëra, gur dhe qiell. Ibrahim a.s. zbriti nga kafsha e tij, vendosi Haxherën dhe foshnjën në tokë me duart e tij. La pranë tyre pak ujë dhe pak hurma, pastaj u kthye dhe filloi të largohej. Hapat e tij ishin të rëndë, por ecste. Haxheria ngriti syt, pa bashkëshortin e saj duke u larguar hap pas hapi drejt horizontit të rërës. Zemra i ra dhe i thiri: "O Ibrahim, ku po shkon? Na lë këtu në këtë lugin ku nuk ka asnjë njeri, asnjë gjë." Ibrahimi a.s. nuk u kthye, nuk mundi, sepse ai që e di pse qan, e ka të vështirë të shikoj lotët. Haxheria e thiri përsëri. Asnjë përgjigje. Dhe pastaj ajo bëri pyetjen që ndau historinë në dy gjysma. A të urdhëroi Allahu për këtë? Ibrahimi a.s. u ndal dhe me zë të lëkundur por të qartë tha: "Po." Haxheria nuk tha më asgjë, nuk qau, nuk u angua, vetëm tha me qetësinë e asaj që tashmë ka kuptuar gjithçka: "Atëherë, ai nuk do të na braktis." Ibrahimi a.s. vazhdoi rrugën e tij. Kur arriti në një pikë ku ata nuk mund ta shihnin më, u ndal, ngriti duart të drejt qiellit dhe bëri një nga lutjet më të bukura dhe më me plot mall që ka dëgjuar kjo tokë. "Zoti im, e kam vendosur familjen time në një lugin pa bimësi, pranë shtëpisë tënde të shenjtë, që ata ta falin namazin. Bëj që zemrat e njerëzve të anojnë nga ata dhe furnizoj me fruta që të jenë mirënjohës." Dhe kështu mbeti Haxheria vetëm, me diellin mbi kokë, me rërën në këmbë dhe me një foshnjë në krah. Por nuk ishte dobësia ajo që e mbante. Ishte diçka shumë e fortë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Besimi. Ajo filloi jetën e saj në atë lugin, ashtu si fillon çdo histori e madhe, nga zeroja. Ushqeu Ismailin, e mbajti në jetë. Dhe kur u i mbaroi dhe buzët e foshnjës u than nga etja, ajo nuk u ul të priste mrekullin. Ajo vrapoi për të, nga kodra në kodër, nga safa në merva. 7 herë me syt gjithmonë nga foshnja e saj dhe me zemrën gjithmonë nga Zoti i saj. Ajo që u la vetëm në shkretëtirë, u bë nëna e një populli. Ajo lugin e zbrazët, u bë qendra e botës. Dhe ajo pyetje e thjeshtë, a të urdhëroi Allahu, u bë mësimi më i madh i besimit për çdo brez që do të vijë. Sepse kur Zoti urdhëron, shkretëtira lulëzon